Teksa Shqipëria zjen nga skandalet qeveritare, Edi Rama organizoi një mbledhje të grupit parlamentar, mbledhje për t'u hedhur hi syve shqiptarëve dhe për të dërguar mesazh drejt drejtësisë se nuk mund t'u afrohet më shumë. Përveç fjalimit 2 orësh të Ramës, i cili nuk foli për asnjë moment për korrupsionin që ka skandalizuar BE-n apo skandalet me rrugët e Shqipërisë, që prej mëngjesit janë duke folur ministrat, të cilët po bëjnë garë kush e kush të tregojë se ka qenë më i suksesshëm. Teksa Juglindja është izoluar tërësisht dhe qindra qytetarë udhëtojnë për orë të tëra për të shkuar në Korçë dhe Anasjelltas. Para disa javësh u përmbytën Durrësi, Vlora, Gjirokastra e të tjerë. Ministri Pirro Vengo ka folur për rritje të fondeve për rrugët dhe emergjencat. Së fundmi 10 milion euro fondi sapo shpërndar për diga, prita lumore dhe ura për të gjitha bashkit. Rinovimi i flotës kombëtare të emergjencave, të zjarfiksve. Kemi 2 milion euro shtesë ku Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe Kajo do të prodhojnë Made in Albania dhe në maj do të kemi fillimin e këtyre mjeteve që do të shpërndahen për bashkit. Fokusi është parandalimi në aspektin e pritave lumore dhe adresimin e dëmeve të përmbytjeve të muajve të fundit, tha mes të tjerash Vengu. Nga ana tjetër, teksa shqiptarët kanë ikur dhe po zëvendësohen me Bangladeshas dhe Pakistanez, Ministri e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin Adea Pirdeni është shprehur se punësimet do të bëhen me inteligjencë artificiale. Gjithashtu do të kemi një portal tërësisht të rishikuar të punësimeve në administratë, në bashkëpunim me Ministrin e Ekonomisë dhe Inovacionit, për të garantuar që të gjitha thirrjet e pozicioneve vakante në administratë publike, qofshin të shërbimeve civile apo jo, përfshirë këtu edhe të gjitha shoqëritë aksionere me pronësi shtetërore, të publikohen përmes portalit, si dhe portali përmes një elementi injektimit të inteligjencës artificiale, të mund të bëjë edhe përputhjen mes çdo kandidati dhe çdo pozicioni pune që është vakant, tha Pirdeni. Në të njëjtën linjë ishte edhe ministri i Financave Petrit Malaj, i cili sheh ëndra me sy hapur. Sipas tij synohet riaktivizimi i fondeve IPARD, gjë që nuk e ka në dorë qeveria, teksa sërish u fiksua te inteligjenca artificiale. Ndërsa ministri Albana Koçiu foli për adresat, ndërtimet pa leje dhe Smart City, por për asnjë moment për krimin dhe bandat. Smart City janë 5.000 kamera cilësore që do të montohen në rrugët kryesore. Janë mbi 20 shkolla që do të monitorohen. Të gjitha këto për të rritur më shumë standardin dhe sigurinë e komuniteteve tona, shtoi Koçiu. Pra duket se mbledhja sot ka qenë një mbledhje ku Rama po tenton të përmirësojë imazhin përballë presioneve nga jashtë, protestave nga brenda dhe opinionit qytetar.